Një faktor tjetër që çon në helmime ushqimore është edhe përdorimi i ushqimeve të skaduara ose të ricikluara. Shpesh herë nëse ka njerëz që janë të pakujdesshëm, nuk vënë re etiketat e skadimit, ose ka dhe abuzues të ndryshëm që i riciklojnë ose ndryshojnë etiketat, edhe këto bën objekt për të krijuar helmime ushqimore. Doktoresha, mund të na çojë në fatalitet një helmim ushqimor që ne nuk e marrim në konsiderat, pra nuk përkujdesemi në shtëpi, e neglizhojmë duke menduar se do të na kalojë dhe nuk shkojmë në urgjencat mjekësore në kohën e duhur. Po, sigurisht mund të çojë, sidomos tek këto kategori pacientësh që sapo përmenda, domethënë që janë me probleme kardiake, me pacientët me diabet, sepse kalon në dehidrim dhe dehidrimi pastaj ka ato procedurë, ka shkallë pas shkallë pacienti shkon deri në acidozë metabolike, që është një situatë e rrezikshme deri në vdekje prurse për pacientin.